ne flasim për situatën aktuale, sepse të gjitha llogaritë bëhen mbi atë se si skuadrat vinë në këtë moment. Unë nuk mund të flas ose nuk mund të them që Turqia është favorite, sepse Galatasaray ka fituar dikur Kupën UEFA me Fatih Terimin. Po e ka fituar. Madje në botrorin e 2002-shit me Senol Gyneshin ka shkuar edhe në 4 më të mira. Hakan Shkyr, i cili është një futbollist me rrënjë shqiptare nga Prishtina, është një futbollist i cili ka bërë shumë mirë, por futbolli nuk luhet me histori. Ne sot kemi lojtar, përveç Vedat Muriqit, ne kemi një portier shtatlart si Aro Murić, kemi një futbollist si Fisnik Aslani. Për të parë në herë në historinë e Bundesligës, një skuadër e cila luan për të shkuar në Champions League, që quhet Hoffenheim, ka një bosht shqiptar, ka një qendërmbrojtës si Albian Hajdari, ka një mesfushor si Leon Abdullau dhe ka një sulmues si Fisnik Aslani, i cili shiko tani çfarë ndodh, për të treguar se në çfarë niveli janë futbollistët Dardan. Fisnik Aslani është një futbollist që kërkohet nga Bayern i Muniut. Dhe ai thotë, jo, nuk do shkoj tek Bayerni, por dua të shkoj tek Barcelona. E kupton deri ku ka arritur niveli i futbollistëve të Kosovës me të tillë lojtar, pa harruar askënd, 23 lojtarët e tjerë, 20 lojtarët e tjerë, sigurisht që ti në letra për historinë dhe moshën që ke, je një ekip jo pretendent, por realisht me atë çka ke në dispozicion, me cilësinë që lojtarët e tu kanë në këmbë, absolutisht që Turqia është një skuadër e kalueshme. Realisht e kalueshme. Zim, për ty si shkon në Kosova me Turqinë? Unë shoh që Todi është jashtëzakonisht i mirë informuar me kombëtarën e Kosovës. Ato që Todi thot janë 100% të sakta. Pra ne kemi një ekip ku në boshtin e saj gjendet Hoffenheimi i Gjermanisë dhe vendi i tretë i Bundesligës gjermane. Pra ne kemi një ekip jashtëzakonisht mirë të komponuar mes vete, por edhe individualisht lojtarët janë jashtëzakonisht në formë të mirë apo jetike. E shohim Vedat Muriqin si goleshënuesin e dytë në La Ligën Spanjolle, pastaj e kemi Fisnik Aslanin që kërkohet nga dy gjigant botror siç është Barcelona e Bayern i Muniut. Dhe kemi një Florent Muslia, ndonse që luan në ligën e dytë gjermane, bën tranzicionin pozitiv dhe tranzicionin negativ në mënyrën që ndoshta edhe lojtarët e kalibrit më të lartë botror nuk arrin dot ta bëjnë. Pra, kemi të bëjmë me një ekip i cili udhëheqet nga një mjeshtër futbolli siç është Mr. Foda, me një disiplinë të hatashme që nuk ka ndodhur asnjëherë të jetë të tillë në kombëtarën e Kosovës, dhe gjithë ky rrugtim nuk është më rastësi. Kemi mposhtur kombëtare ashtë se është Suedia, Slovenia, Slovakia, në udhëtim i kemi mposhtur ndoshta edhe në stadium, edhe pse ishim shumë më pak në numër, pra kemi bërë një rrugtim që edhe bota vet po e ka të vështirë ta besoj. Pra, Todi është i mirë informuar, ato që thot janë plotësisht të sakta. Mua më vjen mirë që dikush nga atje e sheh kaq mirë se do të këtu. Unë kam qenë për vete në çdo udhëtim të Kosovës jashtë vendit, por edhe brenda, i kam parë nga afër dhe ndjer emocionet e tyre bashkë me ta. Normalisht që pjesë e suksesit të Kosovës është gjithashtu edhe normalisht lojtarët luajnë edhe me forcën e tifozëve Dardan, janë çdo herë për krah tyre. Besojnë më shumë se kur tek lojtarët tanë, tek ekipi, nuk ka një lojtar i cili është i pazëvendësueshëm te Kosova, dhe kjo është ajo që është më çelësi i suksesit apo më thelbësore në kombëtarën e Kosovës. Normalisht festa në Kosovë vetëm sa ka filluar, qysh ditën kur është përfunduar ndeshja në Bratislava, dhe po vazhdon në çdo moment, sot në orën 9 mbledhen edhe Dardanet për të manifestuar një fitore që ndoshta mund të vijë nesër, sepse besimi është jashtëzakonisht i madh për të përqindjeve apo për të favorizimeve që mund të japin në faqet e caktuara që prognozojnë për fituesin. Pra, besimin e kemi të madh, shpresën e kemi të madhe, e dim që e kemi përkrahjen edhe nga nëna Shqipëri, do të fitojmë edhe për Shqipërinë, edhe të kualifikohemi në kampionatin botror. Pastaj pas festës ju presim sa më shumë në numër të festojmë së bashku, sepse ne jemi pjesë e juaja. Ju lutem nga një parashikim gjithsecili, përpara se t'ju përshëndes. 2-0 Vedat Muriqi, 2 gola. 2-0. Vedat Muriqi shënon 2 gola, sipas mendimit tim. Todi, jo vetëm rezultatin, më jep edhe një arsye tim që ta bëjmë sa më të vërtet gjithëm këtë. Po Zim, jepi. Jo, e kisha për ty, Todi. Zimi e tha. Po. Okej. Atëherë, shiko, po them 2-1 për një arsye të vetme. Turqit do ta shesin shtrenjtë këturën. Do ta shesin shtrenjtë.
Që do thotë do bëjnë ç'është e mundur për të fituar apo jo? Po sigurisht që ata do të përpiqen të fitojnë. Këtu pas meje kam deklaratën e pavarësisë Kosovës. Po. Në Kosovë po pritet si një pavarësi e dytë kjo finale ndaj Turqisë, andaj duhet të na kuptoni sa herë që paraqitemi televizivisht me emocione. Unë besoj që nuk do ta pranojmë as atë golin që thotë Todi, sepse nuk kemi kompromis as pak ndaj Turqisë në këtë finale të madhe. Zimi, jemi të gjithë emocionuar, kështu që është krejtësisht e justifikuar e gjithë përqasja. Unë uroj të jem gabim. Po, të mbetet ty fjala e fundit. Unë uroj të jem gabim dhe le t'i dali fjala Zimit, nuk kam asnjë problem domethënë. Por nuk e di pse them që presioni do të jetë i lartë, të tjera si këto, por prap unë nuk e vë as pak në dyshim kualifikimin. Nuk e di pse rrallë herë më qëllon që t'jem kaq optimist domethënë. Por realisht Dardanët kudo ku luajnë, ne përmendëm thjesht 3 apo 4 emra, por ka lojtarë të tjerë, për shembull Elvis Rexhbecaj, i cili bën gjërat mirë tek Augsburgu, Florent Hadërgjonaj, i bën gjërat sigurisht shumë mirë. Unë e përmenda dhe në fillim Veledin Hoxhën, që absolutisht është një lojtar që me mënyrën se si shënoi, se dakord shënoi, por mënyrën se si shënoi ndaj Slovakisë tregoi dhe ai cilësinë që ka. Pra praktikisht janë po themi, janë të gjitha shanset, janë të gjitha mundësitë. Kështu që më pëlqen që unë të kem gabuar me rezultatin 2-1. 2-0, 3-0 nuk kam asnjë problem. Faleminderit shumë Todit, përshëndes, punë të bar. Zim, faleminderit gjithashtu. Faleminderit për mundësinë, ishte kënaqësi. Ju përshëndes. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire, ju kujtoj se për lajmet më të reja nga vendi, rajoni edhe bota, ju mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store edhe në Google Play. Tashmë programet tona ju mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Përshëndetemi bashkë këtu në orën 19 do të jeni me Mirela Milori. Faleminderit.